Në mbrëmjen e disa ditëve më parë, brenda mureve shekullore të Kalasë së Gjirokastrës, u organizua një ngjarje artistike e mbushur me emocione, talent dhe tinguj virtuoz. Nata finale, Gjiro Klasika. E ndriçuar nga dritat shumëngjyrëshe që i dhanë jashtë mureve të gurta të historisë, kjo punë e veçantë u kthye në një përjetim të rrallë mes muzikës, legjendës dhe trashëgimisë kulturore të qytetit. Artistë të rinj, vajza dhe djem nga e gjithë Shqipëria sollën përmes instrumentave të tyre interpretime të jashtëzakonshme që rrjedhin direkt nga zemra, duke i dhuruar publikut jo vetëm tinguj klasik, por edhe një ndjenjë krenarie dhe shprese për artin e së ardhmes. Gjiro Klasika u shndërrua në një festival emocionesh dhe një dëshmi konkrete se si arti, historia dhe turizmi mund të bashkëjetojnë në mënyrë harmonike brenda mureve të qytetit që mbart frymën e lashtësisë. Kalaja e Gjirokastrës, dëshmitare e historive të brezave, u kthye në një skenë të gjallë arti, ku çdo notë rezonoi mes legjendës dhe realitetit, duke i dhënë jetë natës së qytetit të Gurit. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin përfaqësues të institucioneve kulturore e vendore, të cilët përshëndetën nismën dhe premtuan mbështetje të vazhdueshme për ta bërë këtë festival një ngjarje tradicionale për Gjirokastrën dhe me gjerë. Tonet të mbushura me muzikë dhe pasion e kthejnë Gjirokastrën në një qendër të vlerave artistike. Do të ketë mbështetjen tonë të përvitshme për të rritur dhe për të ndriçuar më shumë jetën kulturore të qytetit, u shprehën drejtuesit lokal. Gjirokastra, qyteti i gurit dhe historive të pathëna, priti me dashuri dhe entuziazëm këtë simfoni emocionesh dhe tashmë pret me padurim edicionin e ardhshëm të Gjiro Klasika, ku historia, muzika dhe talenti do të takohen sërish në zemër të qytetit që frymon art në çdo stin të vitit.